Mes protestave të dhunshme të një nate më parë është betuar të martën qeveria e përkohshme e Egjiptit. Qeveria e re e udhëhequr nga kryeministri Azem El Beblawi është e para që prej përmbysjes së presidentit islamik Mohamed Morsi më 3 korik nga ushtria. Ceremonia u mbajt në Kairo, pavarësisht protestuesve pro Morsit, të cilët vazhdojnë të kërkojnë kthimin e tij në pushtet. Shefi i armatës Abdel Fattah al-Sisi, arkitekti i rrëzimit të Morsit nga pushteti, është betuar si zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i mbrojtjes. Nabil Fahmy, ambasadori i Egjiptit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që prej vitit 1999 deri më 2008 është caktuar në pozitën e ministrit të jashtëm. Ministri i brendshëm Muhamet Ibrahim e ka mbajtur pozitën që ka pasur me gjithë thirrjet e aktivistëve që ai të zëvendësohet. Udhëheqësi i kompanisë shtetërore të naftës Ganope, Sherif Ismail, është zgjedhur ministri i naftës. Politikani kristian Monir Fakri Abdel Nour është zgjedhur ministri i tregtisë dhe industrisë. Më parë, gjatë së martës janë raportuar 7 persona të vrarë nga përleshjet e një natë më parë në Kairo, ndërmjet forcave të sigurisë dhe mbështetësve të ish-presidentit egjiptian të përmbysur Mohamed Morsi, ndërsa u plagosën më shumë se 260 persona. Përplasjet erdhen pasi një i dërguar special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se Egjipti është dhënë një shans i dytë për të krijuar demokracinë. Zëvendës sekretari i shtetit William Burns u takua me udhëheqësit e përkohshëm, por u snobua nga grupet rivale, përfshirë në këta edhe vëllazëri myslimane të Morsit. Burns tha të hënës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të përpiqen të imponojnë modelin e vet të demokracisë në Egjipt dhe se janë të mendimit se vetëm egjiptianët mund të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Ai është i pari zyrtar i lartë amerikan që viziton vendin pas largimit të Morsit nga ushtria egjiptiane 3 javë më parë.